është venim me bërë, domethënë venim me kusht që realisht nëse të përsëri veprën, kështu që është një prej rasteve që mund të thonë që mas keqi është trajtuar deri tash prej prokurorisë, sepse grupi Alkens prej kur është hapur dhe prej kur kemi filluar me raportu për ta, ka qenë një prej grupeve që ka shkaktuar dëm masiv. Pra, me nikoj kam përcjellë dhe personalisht postimet e tyre për krimet që ata i krynin në vazhdimsi, ka pas raste ku deri në 20 gradë brenda natës janë publikuar dhënat e tyre personale, përfshi fotografi intime, numra telefonit, adresa dhe tjera. Dhe krejt kjo situatë është hetuar prej prokurorisë në një drejtim që ka qenë pra keqpërdrimi i internetit edhe vepra që lidhen me ta, por nuk është dhënë vendimi i cili kishte me kanë satisfaksion i mjaftueshëm për numrin e madh të viktimave që kanë qenë në Alkens. Visar, kujtojmë që Elvin Nevzati ka qenë i pari prej këtyre administratorëve i cili është kapur themi kështu nga policia dhe prokuroria. Pse e dini u la i lirë që të shkonte themi kështu jashtë kufive të Kosovës? Ai më përjardhje me sa di është nga Presheva, Kosova dhe Serbia nuk kanë ndonjë marrëveshje themi kështu për ekstradimin e njerëzve për të sjellë para gjyqit në Kosovë. Është e çuditshme, pra programi është një prej rasteve që mas keq është trajtuar prej prokurorisë dhe për ironi të këtij rasti, zëvendës kryeprokuroria e Prishtinës, pra që grua e ka marrë me trajtuar këtë rast, edhe që nuk di se që s'ka mujt një grua me trajtuar një rast, ku për disa muaj, 6 muaj, s'foku nga 20 femra natën janë dëmtuar prej këtij grupi dhe ajo ka vendosur masa të natyrës, pra arritje shtëpiake, kthim të pasaportës dhe masat e tjera, kur ne kemi raste në prokurorinë Kosovës ku kërkohet paraburgim për njerëz për dy shokë që mrejnë kafes. E kanë të përbire, mrejnë kafes, kërkohet paraburgim përsa për një njeri i cili ka drejtuar një grup, i cili ka dëmtuar krahas të them pa 20 femra në natë, shkëku masa më të lehta prej prokurorisë, disa prej anëtarëve të cilët janë arrestuar që kanë qenë shtatë janë lejuar dhe me marrëveshje me pagesë, pra marrëveshje mes prokurorisë që janë pranuar për gjykatës, pra është një prej rasteve i cili është hetuar keq dhe nuk është hetuar esenca e këtij grupi. Pra, esenca e këtij grupi ka qenë përveç dëmtimit që i ka shkaktuar grave, të cilat dhënat e tyre personale janë publikuar, ka qenë edhe promovimi i prostitucionit. Pra, ky grup her mas here ka promovuar numra të telefonit në emër të grave që i kanë qitë ato fotografitë e tyre, e që në fakt kanë qenë numra të eskortave. Ka qenë, edhe është alo aktiv një website që tiret Eurogirls, që dikun Kosovë ka 80 antarë, pra 80 gra që punojnë në Kosovë kodër të kësaj Eurogirls, dhe grupi Alkens ka funksionu si platformë promovimit të këtij grupit eskortave, po prokuroria nuk e ka hetuar këtë fare. A është një mungesë e prokurorisë organeve të drejtësisë në Kosovë që ndoshta të hetohet themi kështu dhuna online? Mendoj që me qëtë rast, me rastin e Alkens, thjesht i kanë motivu edhe njerëzit të tjerë të cilët mirën me këtë krem, pra burrat e tjerë cilët e dhunojnë privatësinë dhe të drejtën e grave për komunikim të në internet, i kanë motivu që në vazhdime me kryer këtë krem për shkak se mënyra që është hetuar ky rast. Fakti që nuk është bërë ndërlidhja dhe vija e hetimit në mes të Alkens dhe grupit të biznesit që në Kosovë konsiderohet ilegal, për biznesit të eskortave, tregon që thjesht i ka motivuar njerëzit që nëse dojnë me bërë këtë krem, thjesht në marrëveshje me prokurorinë, bëni pranë paqësie, dënohesh me 2-3 euro, 5 euro dhe kryet kjo punë. Pra është një prej rasteve që është hetuar tepër keq, dhe prokuroria praktikisht ka dështuar për me dhënë drejtësi për numrin e madh të atyre viktimave që kanë qenë viktima të këtij grupi që në krejt grave. Visar, sipas jush, është arritur që Alkens të shpërbëhet në tërësi dhe këta persona të mos kryejnë ndonjë aktivitet të tillë online? Jo, nuk është arrit, por shoh se vetëm emri Alkens është shu, edhe nuk përdoret më, po në Telegram dhe në Discord, që është edhe një platformë tjetër, ka vazhdojnë her mas here në ushtrojnë grupet e tilla,
kalojnë hermashere në Snapchat, pra ideja e shpërndarjes së informacionit me qëllim të dëmtimit grave të rast. Nuk është ndërprej vetëm që është letërin është shumë por që është në grupet e tjera. Pra nëse sa di funksion Telegram, grupi Alkens ka kriju grupe që janë ato grupet premium, që duhesh me pagu për to, edhe në kyç, pra vetëm nuk është në grup i hapur, si ka qenë fillim grup masiv ku herë masive kanë dhurë, për shumë kur akert janë dhëmë në grupin Alkens, ata rrinin që mrena ditës me hapë dhe me i bërë dheri në 80.000 burra shqiptarë që kyçeshin mrena ditës në këtë grupë. Ka që një famëj, është të një platforme ku çdo budallë dhe çdo i frustruar është kyç, ndërsa mas arreshtimeve thjesht është modifikuar dhe është bë ma privat, i dërgojnë njëri tjetrit linka, e pranojnë njëri tjetrin, pra është thjesht ka kaluar në një platforme që është bë më e zgjashme me hetu, po jo që ky rast e ka ndalë. Ky hetem ka mujtë me ndalë këtë grup nëse kemi pas dënime meritore. Dhe dënimet meritore në këtë qarta, dhe më vetëm ndërhyrja në sisteme kompjuterike që është një prej vepra penale që gjithësisht është kryer në këtë rast, dënohet deri në 3 vjet burg efektiv. Po për këta, prokuroria është dashur me drejt akuzat të mirë, që nuk e ka bërë, është dashur me bëj hetim të mirë që nuk e ka bërë, edhe gjykat që të pos parasysh numrin e madh të viktimave grav, është dashur me kanë më brutal. Pra me shtu deri në fund të ligjit. Nëse ligji lejon 3 vjet burg efektiv, ka shtat antar që në rrethon fillim, këto është të shtatit, me shku në vijen e dënimit me 3 vjet burg efektiv dhe i kishë friksu tjetë, po realisht që kemi po dje në seancë dhe sot është thjesht një veç me kanë prokuroria që e kena krimi tunë masi mediat e bëndën të madhe për ndryshe e timi ka qenë ti për i do.